Ka fituar simpatinë e të gjithëve. Ne po dua të bëjmë një analizë së bashku, ë? Pse po pëlqejet kaq shumë Moza? Unë e thash dhe të premten që Moza do ketë diçka ndoshta më të veçantë nga të tjerët, që me karakterin e saj, Moza do përfshi shikueshmërinë e një gjenerate që ndoshta nuk ka, më saktë 2 gjeneratave që e kanë humbur pak interesin tek televizioni, tek spektaklet, ndoshta edhe te reality, që është brezi i tretë, po dhe gjenerata Z. Sepse brezi i tretë është lodh më nga gjithçka që shohin dhe kanë patjetër nevojë të shohin dikë që e gjejnë veten, pra që i përfaqëson, dhe Moza besoj që i përfaqëson denjësisht një artiste, një intelektuale, një person i sinqert, shumë genuin në gjithçka dhe mënyrën se si e jeton, dhe sigurisht gjenerata Z, të cilët janë vërtet një gjenerat që ta thonë tull çfarë mendojnë, dhe i pëlqen që një person si Moza nuk ka filtra fare, pra është gjithçka që ata do donin të shihnin në ekran. Kjo është një analizë që unë e bëra nga ana e shikueshmërisë, pra çfarë do ishte ajo që Moza do tërhiqte ekstra nga personazhet e tjerë. Nga ana tjetër, nuk është që ne Mozën e pam sot për herë të parë në ekran. Pra Moza gjithmonë ka qenë kjo, gjithmonë ka qenë ajo që ka lëshuar batuta. Thjesht kjo është platforma dhe formati që i ka dhënë asaj vizibilitetin maksimal që njerëzit ta shohin në 360 gradë dhe të kuptojnë që ajo dhe në përditshmërinë e vet është kjo, nuk është vetëm kur del në ekran në emisione që lëshon batutat e saj. Ermal, a mendojnë që po na jep të gjithëve? A mendojnë që po na jep të gjithëve ndoshta mesazhin më të rëndësishëm se nuk do duhet të vrasim shumë mendjen për se çfarë mendojnë dhe thonë të tjerët, në qoftë se ne jemi të vërtet në atë që besojmë, në atë që bëjmë, në atë që mendojmë? Unë besoj që Moza ka zbuluar disa formula fundamentale të lumturisë, edhe këtë mund ta kuptosh se sa thjesht e jeton ajo jetën, pa komplekse, nuk ka turp të thot atë që mendon, edhe ose që nga mënyra se si kërcen, edhe nuk e di fare se si, ose më saktë nuk do t'ja di se si duket. Nuk do t'ja di se si pritet në publik. Ajo tha, unë se ndjek ritmin, tha, unë e bëj ritmin. Ajo është një term quhet mindfulness. Ajo jeton këtu dhe tani, dhe është pikërisht kjo që na streson dhe na shqetëson dhe na bën të palumtur, sepse ne mendojmë ose për të kaluarën, ose për të ardhmen, se si mund të ndodhi, ndërsa ajo është këtu dhe tani, është një meditim, po jeton në një meditim. Dhe kjo na pëlqen nga Moza, dhe ashtu si sa dhe Angel, kjo platformë, pra ky spektakël e tregon atë në mënyrën më të mirë, dhe unë jam shumë i lumtur që shqiptarët e kanë vlerësuar këtë gjë, sepse pavarësisht se duket shumë naive, mund ta shikosh duket tamam si një bebe gjigant, që thot, ua lopa, ua kali, ua gomari, por kur ajo e vazhdon fjalin, shfaq një koncept aq të thellë që unë ta them pa shaka mbaj shënime, sepse më pëlqejnë disa fraza që mund t'i përdor në trajnimet e mia. Inteligjenca që na kishte munguar ndoshta në televizion dhe në spektakël. Ja vërtet. Është vërtet. Armi, a ja ke Zilikë që nuk e çan kokën? Apo ti e pak si Moza që nuk e çan kokën? Jam, është e vërtet që jam, sepse kam mësuar këtë gjë naturalisht, që t'jem vetvetja dhe pse ky qesh dhe tallet. Jo, dy jemi që qesh. Po, e të dy, po faktikisht shoqëria ma thot gjithmonë këtë gjë. Unë mendoj që ky është sekreti që tha edhe Ermalit, jetosh momentin, dhe mos mendosh shumë, sepse jetës nuk i dihet, sot jemi, nesër nuk jemi. Por doja të edhe diçka tjetër që pavarësisht se jam pjesë e fermës dhe normalisht detyrohem në thonjza që t'jem e updateuar gjatë gjithë kohës për çdo gjë që ndodh, është një lloj kënaqësie që sa zgjohem në mëngjes, të shikoj se çka ka bërë Moza. E ke kështu kënaqësinë e mëngjesit. Besoj që kjo është një kënaqësi për të gjithë, sepse edhe humori dhe gjithçka që bën, edhe mënyra lehtësia se si i merr gjërat, na jep gjithë një mësim. Që kështu duhet shijuar jeta, pavarësisht problemeve dhe halleve që mund të kemi. Jeta është një fest, duhet festuar, kaq. Okej.
Por, Albana, për ta kthyer pak tek loja, mendoj që kjo jo strategji e Mozës do jetë realisht pengesa më e madhe e atyre që e kanë ndërtuar apo që mendojnë që mund të kenë një strategji, sepse e shikon sa lehtësisht gjatë atyre ditëve Moza i ka dekonspiruar që të gjithë në çdo bisedë që tentojnë të bëjnë me Mozën, pra është e vështirë ta kapësh Mozën gafil, ta kapësh në pozicion të keq, sepse ajo është aq, siç tha Ermali, e vetë plotësuar, aq e formuar, sepse nuk është thjesht vetvetja dhe të flasësh broçkolla. Moza është vetvetja dhe është tru. Gjithçka që është një vetvete që pëlqejet nga të tjerët. Po jo, të gjithë vetvetja janë aty, edhe po ai. jo, është një vetvetje Ermal që ti e dëgjon dhe ajo Se thotë gjërat. mendojnë që janë vetvetja, nuk mendojnë që janë duke luajtur një rol që t'ju pëlqejnë të tjerëve, se mua personalisht më duket sikur jo vetëm ata, të gjithë ne, jemi pak të kornizuar që duam të na pëlqejnë, mërzitemi kur sa pëlqejnë. Unë pash që natyrisht bëra një gabim në fillim, kërkova ndjes, ishte gjithandaj në portale, u mërzita, nuk e ndjej atë dhe e shpjegova dhe më rri mendja aty, dua të jem si Moza, dua mos ta mendoj fare. Iku tash jo. Arbana, nuk duhet menduar. Ky është shembulli. Arbana, Moza, pastaj në fund të ditës unë edhe kur ishim mbrapa ta thash, janë disa terma që duam apo s'duam i përdorim gjithë shqiptarët, kështu që Po ta kishte thënë Moza, atë nuk do mërzitej njeri. Po patjetër, Moza është Moza, i falet çdo gjë. Moza pati vetëm një moment që ndoshta aty gërmojmë pak dhe të kuptojnë që nuk është që dhe Moza se vret fare truin, tha kisha menduar që nuk më kuptonin. Pra nuk është që Moza nuk mendon se çfarë njerëz të tjerë mendojnë për atë. Ajo me veten e vet gjatë gjithë kësaj kohe ka menduar që njerëzit nuk e kuptojnë. Nuk është gjatë gjithë kësaj kohe, ka menduar 5 sekonda. Jo. Ndoshta s'kuptojnë. A mendon që do ndryshoj diçka tani që mori vesh që publiku e pëlqen? Atë kam frikun sepse ndonjëherë suksesi i stopon njerëzit. Jo, unë mendoj që qasja e fermerëve tjerë do ndryshoj. Jo, ajo tha, tani do mendohem gjatë, tha, sepse duhet ta kthej këtë mirësi që më ka dhënë publiku. Dhe uroj që mos të transformohet ose mos të impostohet që të futet në sa korniza të tilla. Se besoj kur, po më shumë mendoj që fermerët e tjerë do e fusin në atë vorbullën e vetë, se ndoshta deri tani nuk e kanë marrë seriozisht ose nuk e kanë llogaritur Nuk e kanë marrë seriozisht. Jo, unë besoj që e kanë marrë seriozisht dhe disa po tentojnë ta fusin në përklanet e veta, ta përdorin edhe ta bëjnë shoqe. Kush janë këto? E po ti këto na thuaj neve, ti mos na fol në mënyrë evazive. Ja, ca ndej po e fusin, po e bëjnë, na thuaj, këto duam të dinë. Po ja, ata që i rinë për dall, ata që i thonë E mos u bë politikisht korrekti. Jo, nga dalë pra është dita tretë, mos. Jo. Se nuk dua të godas edhe unë bëj përcaktimet pa vërteta.